Përshëndetje të gjithëve. Një recetë verore do përgatisim ditën e sotme. Janë kunguj të mbushur dhe sipër janë të mbuluar me salcë bechamel. Kam për gati përbërësit më parë, fillojmë nga puna. Do ta fillojmë me kungujt. Janë diku tek 1 kilogram me kunguj. I shkëpusim këtë pjesën fondore. I krijojmë vendin ku do t'i mbushim, edhe poshtë i nivelojmë që të qëndrojë në tavë. Me një lugë çaji do t'i heqim këtë pjesën e mezit. Me kujdes që kungulli mos të dëmtohet. Në këtë mënyrë, duke i prerë kungujt, edhe këto pjesët e brendshme i presim në pjesë të vogla që t'i përdorim për mbushje. I vendosim në një tas. Kungujt tashmë janë gati. I shtojmë pak krip, vaj ulliri dhe do t'i pjekim për 20-30 minuta derisa të shikojmë që kungujt kanë ndryshuar ngjyrë. Do merremi me përgatitjen e mbushjes dhe të salcës bechamel. Në fillim merremi me mbushjen e kungujve. Këtu kam prerë 2 qep të mëdha, i shtojmë në tigan, duke i shtuar 4-5 lugë të gjellës vaj ulliri dhe në zjarr për t'i bërë një kaurdisje. Sa po qepa fillon të ndryshojë ngjyrë, shtojmë mishin e grirë. I bashkojmë bashk, ndërkohë që mishi skuqet bashkë me qepën, prem 2 speca. I shtojmë edhe specat në tigan. Shtojmë pak krip, pak piper të zi. Shtojmë edhe këtë miksin e erëzave. Presim në pjesë të vogla 4-5 thelpinj hudhër. Do t'i shtojmë edhe këto në tigan. Vazhdojmë të shtojmë edhe këtë pjesën e kungullit që hoqëm nga brendësia e kungullit. I përziej mirë. Shtojmë 2 domate normale ose një dorë domate pomodorini. Tomatet normale nëse do ishin të mëdha, atëherë do t'i pastroja lëkurën. I shtojmë edhe 2-3 lugë të gjellës me salcë, sërish pak krip, i vendosim kapakun dhe i ziejmë për 20 minuta. Përgatisim bechamelin. Shtuam gjalp në tigan, shtojmë 1 lugë e gjysmë me miell. Do t'i bëjmë një zverdhje miellit, jo të ndryshojë ngjyrë, dhe më pas do shtojmë 400 ml qumësht. Do formohet një krem i hollë, jo shumë i trash. E rregullojmë salcën bechamel me krip, piper të zi. Do t'i grim edhe arr muskat. Nëse dëshironi, mund t'i shtoni edhe kaçkavall të grirë brenda. Ndërkohë që mbushja e kungujve zien, edhe salca bechamel përgatitet. Ndërkohë kungujt janë pjekur, i kam nxjerrë nga furra dhe i kam gati për t'i mbushur. Nuk i ka filmuar kamera mbushjen e kungujve të pjekur, por në këtë mënyrë i kam mbushur, kam shtruar edhe pjesë mbushje poshtë kungujve. Si përmbulohen me salcën bechamel. Do t'i grim edhe pak djathë kaçkavall dhe direkt në furrë për t'i pjekur në 200 gradë për 30 minuta. Ja dhe receta e përfunduar. Edhe reua si gjithmonë me nënën. Dhe duken kaq të mirë. Zemra e nënës. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme, thjeshtë dhe ekonomike. Ju falenderoj.